20 shkurti 1991 shënon një nga datat më të rëndësishme në Shqipërinë e post-diktaturës komuniste, rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha, i cili ishte vendosur në qendër të sheshit Skënderbej. Si sot 32 vite më parë, mijëra të rinj u mblodhën në sheshin më të madh të vendit, ku dhe do të rrëzonin bustin e diktatorit Enver Hoxha, që do të shënjonte dhe rënien simbolike të diktaturës dhe fillimin e pluralizmit. Një vepër e kompozuar dhe ndërtuar nga skulptori Shaban Hadëri dhe piktori Salih Shijaku. Ajo ishte një masiv gjigant prej bronzi, e lartë 8 metra dhe vendosur në një piedestal rreth 1 metër të lartë. 2 vjet, 4 muaj e 4 ditë. Kaq ishte një gjatësia e kësaj vepre, teksa ajo do të përroje më 16 tetor 1988 nga pasardhësi i Hoxhës Ramiz Alia, i cili mbante në të njëjtën kohë detyrën e kryetarit të presidiumit të Kuvendit Popullor, por edhe të sekretarit të parë të PPSH-s. Ishte ora 13:55 i 20 shkurtit të vitit 1991, kur të rinjtë që kërkonin demokracinë e rrëzuan atë pas një përplasje me policinë dhe gardën që zgjati rreth 1 orë. Fatmir Merkoçi ishte i vetmi person që mbeti plagosur nga kjo përplasje. Ndërkohë nga ana tjetër, 24 orë para kësaj ngjarje, më 19 shkurt 1991, 723 studentë dhe pedagogë të Universitetit të Tiranës ishin futur në grevurie si presion për heqjen e emrit të Enver Hoxhës që mbante universiteti. E në shenjë simbolike, pas rrëzimit të bustit, ata e çuan atë në qytetin studenti. 20 shkurti i vitit 1991 është ngjarja e tretë më e rëndësishme që shënoi rrëzimin përfundimtar të komunizmit pas 2 korriku të vitit 1990, kur 5.000 persona mësyrë në ambasadat e huaja, si dhe 8 dhe 12 dhjetori 1990, kur u themelua Partia Demokratike dhe u vendos pluralizmi politik në vend.